Një rikthim pas 30 vitesh në auditorët e Universitetit Luiç Gurakuçi ishte për ministrin Ferit Hoxha takimi me studentët shkodran. Në fokus ishte integrimi evropian dhe roli të rinjve në këtë proces. Ministri i theksoi për mediat e pranishme se Shqipëria nuk ka pengesa në rrugën drejt Bashkimit Evropian dhe se takimet e tilla shërbejnë për të informuar studentët. Shqipëria nuk ka absolutisht asnjë ngërç me asnjë vend. Në asnjë fushë specifike, por natyrisht kemi shumë angazhime dhe detyrime për të plotësuar. Kjo është puna jonë, kjo është që po bëjmë për ditë me Komisionin Evropian, me vendin anëtare, kjo është që po bën ekipi negociator me kryenegociatorin, kjo është ajo që po bën Ministria për Evropën e Punës së Jashtme dhe gjithë shërbimi i jashtëm, kjo është ajo që po bën gjithë qeveria shqiptare. Rektori Tonin Xhurej u shpreh se Bashkimi Evropian është një garanci sigurie për vendin dhe se ka mbështetje të gjerë politike për këtë proces. Duhet të jemi mirë që sot kemi në krye të diplomacisë një diplomat mjeshtror, një diplomat karriere, i cili ka ndjekur etapat e tranzicionit që nga vitet 90 deri sot, dhe tashmë është në krye të procesit të integrimit. Bashkimi Evropian është një çadër sigurie, por mbi të gjitha ne besoj që është ylli jon polar i vetëm dhe këtu ka një dakordsi plot të faktorit politik shqiptar. Takimi u mbyll me diskutime të hapura me studentët mbi integrimin dhe mundësi që ai sjell.